Një ditë para mbylljes së vitit 2025, Këshilli Bashkiak Madh zhvilloi mbledhjen jashtëradhe me disa pika në rendin e ditës, mes të cilave edhe projekt buxheti vitit të ardhshëm. Miratimin e rendit të ditës, pika 1, 2. Shqyrtim dhe miratimi i nivelit të pagave të punonjësve për vitin 2026, 3. Shqyrtim dhe miratimi i paketës fiskale të Bashkisë Madh për vitin 2026, 4. Shqyrtim dhe miratimi i kalendarit të PBA-s 2027-2029 dhe buxheti vjetor 2027, 5. Shqyrtim dhe miratimi buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028, 6. Shqyrtim dhe miratimi i buxhetit të Bashkisë Madh për vitin 2026, 7. Shqyrtim dhe miratimi i 41 familjeve përfituese nga programi i strehimit subvencion qeraje, 8. Shqyrtim dhe miratimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bashkisë Madh dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, shtoj pika 9 siç tham, shtesë në buxhet për vitin 2025 për sportin dhe 9 të ndryshme. Pas miratimit në parim të rendit të ditës, Këshilli nisi shqyrtimin e pikave një nga një. Këshilltarët e pranishëm në këtë mbledhje me shumicë votash të nevojshme miratuan projekt vendimin e nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Madh për vitin 2026, projekt vendimin e paketës fiskale të Bashkisë Madh për vitin 2026, projekt vendimin e kalendarit të buxhetit afatmesëm 2027-2029 dhe buxhetin vjetor 2027, projekt vendimin e programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028, projekt vendimin e buxhetit të Bashkisë Madh për vitin 2026, projekt vendimin e 41 familjeve përfituese nga programi i strehimit subvencion qiraje, projekt vendimin e marrëveshjes së bashkëpunimit tip midis Bashkisë Madh dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe projekt vendimin e një shtese në buxhetin e vitit 2025 për sportin. Pas miratimit në Këshillin Bashkiak, projekt vendimet e kthyer në vendime pritet të konfirmohen nga institucioni i prefektit e më pas të nisë zbatimi i tyre.